Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po nisim ditën e sotme maratonën për të takuar në kanalin Monitor TV me të gjitha ngjarjet, lajmet, thashethemet, hamendësimet, por edhe lajmet të konfirmuara nga vetë personazhet dhe protagonistët për sukseset e tyre, për arritjet e tyre, për nismat e tyre. Dhe konkretisht do të flasim fillimisht për çiftin më të dashur shqiptar, Luiz Eli dhe Kiara Tito. Kiara, e ftuar në Top Albania Radio, ka konfirmuar nismën e bukur të saj. Ka konfirmuar një lajm që në fakt muaj më herët Luizi e bëri publike në rrjetin e tij social që ishte duke shkruar një skenar, do të realizonte një film. Për dikë ishte një lajm i pabesueshëm, ishte thjesht një kërkesë nga ana e Luizit për të bërë një film dhe pyetja të cilën Luizi në fakt e kishte drejtuar në këtë shkrimin që kishte bërë në storin e tij në Instagram ishte se me kë dëshironi të bëj këtë film apo kush do të jetë aktorja në këtë film. Normalisht nuk është e vështirë për ta kuptuar tek çifti Eli dhe Tito apo në këtë rast të dy Eli se kush do t'jetë aktoria e cila do të merr pjesë në këtë film dhe ditën e dieshme aktoria e cila është e ftuar special në këtë film nga ana e Luizit, Kiara Tito, bashkëshortja e tij në këtë rast, e konfirmoi që po përgatisin skenarin e një filmit, nuk kanë filluar akoma xhirimet, nuk kanë filluar akoma punët kryesore për një film, por thjesht janë në hapat e parë të këtij filmit, i cili me patjetër do të jetë një film që do të lançohet në kanalin YouTube të Kiarës ose të Luizit, apo qoftë filmi do të ketë kanalin e tij. Unë nuk vë në dyshim fare, do me thënë zgjuarsinë e Luizit për të shkruar një skenar apo për të ndërtuar një histori, sepse historia e Luizit, historia e dashurisë me Kiarën, është filmi vet, është emocioni vet, është romanca vet. Dhe në këtë rast, Luizi dhe Kiara do të na falin dashurinë më të bukur. E pyetur nga Salsano Rapi në qoftë se filmi do të ketë brenda dashuri, në qoftë se filmi do të ketë brenda emocion, Kiara tha që as nuk diskutohet, një film pa dashuri, një film pa një ndjenjë zemre, një film pa një ndjenjë emocionit nuk do të ishte film. Dhe kështu që me patjetër do të kemi copëza të jetës së Luizit edhe të Kiarës. Unë në fakt isha shumë kureshtar para se Kiara të startonte në Portokalli, të njoh këtë pjesën e talentit të Kiarës si aktore, sepse të jesh një figurë publike në këndin e Kiarës, do me thënë të kesh këtë talentin e moderimit, patjetër që brenda vetes tënde ke edhe një çik talent aktori, dhe kështu që Kiara e qan fare këtë të Portokalli dhe me patjetër që nuk ma merr mendja që do të jetë edhe keq në fakt me Luizin, do t'jetë një ndër filmat më të bukur. Tani do të bazohet filmi në komedi, me patjetër që do të bazohet në komedi. Luizi njihet për natyrën e tij humoristike. Këtë gjën e ka shprehur edhe në Big Brother, do me thënë Big Brother i dha mundësinë që ne ta njohim në shumë dimensione, dhe kështu që do të jetë një film i cili do të ketë, le të themi, përplasje mes romancës, humorit, dashurisë, dhimbjes, se me patjetër një film po nuk pati çik dhimbje, po nuk qami çik ne, nuk është një film i klikuar dhe i pëlqyer për publikun. Dhe kjo e bën që ne të kthehemi dhe t'i vëmë syt nga Luizi dhe nga Kiara për të pritur që ato të sjellin gjën më të bukur. Unë e di që të gjithë janë kureshtar ndoshta të dinë titullin e filmit si do të quhet, do të jetë ndonjë fjalë që ka rrjedhur nga dashuria e tyre dhe mendoj që do të jetë një diçka shumë e bukur ku do të kemi fatin të shohim Luizin dhe Kiarën në një film fantastik. Me patjetër që nuk do të jetë një film i cili do t'i kushtohet vetëm Luizit edhe Kiarës si aktor, do të ketë dhe aktorë të tjerë, nga që skena duhet mbushet me aktor dhe duhet ketë
gjithçka të bukur brenda. Unë do kisha dashur në fakt të ishte një film familjar, për shembull pse ja t'jap një ide Luizit, pse mos e shohim edhe Nën Leta në film. Nën Leta gjithmonë ka treguar atë natyrën e saj të ëmbël, një grua me shumë sens humori, një grua me shumë dashuri që në fakt kujtoj me shumë nostalgji momentet kur Luizi e merrte Nën Let dhe e nxirrte të bën xhiro me benzin e tij nëpër Tiranë, kupton? Do të ishte shumë e bukur që të ishte Nën Leta pjesë e filmit, kështu që nëse Luizi e dëgjon këtë videon dhe asë që nuk diskutoj se e dëgjon, ndoshta do t'i shkonte si ide që një rol të veçantë të kishte edhe Nën Leta, do t'ishte një kujtim shumë i bukur për të, pasi që ka qenë pjesë e rrugëtimit të tyre që në Big Brother, kur Kiara i fliste Luizit se gjyshja e saj ka një karakter të këtill, ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me Kiarën dhe mendoj që ky fenomeni do t'jetë fantastik. Do me thënë, filmi nuk ka asgjë të zyrtarizuar momentalisht, është një diçka që fillimisht nisi nga një story, Kiara e pranoi që Luizi e ka publikuar në Instagramin e tij, unë me patjetër që e kam komentuar dhe e kam sjellë pranë jush. Kjo ka ndodhur shumë muaj më parë, do të thënë le të themi para një viti ka qenë si status, por normalisht punët të cilat janë serioze, punët të cilat duan për kushtimin maksimal me patjetër që marrin dhe shumë vite. Jam shumë i bindur që pjesë apo prapasken e gjithë këtij filmi kaq të madh do të jetë televizioni Top Channel, sepse publiku ka nevojë për këtë çift ta shikon dhe me patjetër do të kemi fatin edhe një herë të rishohim Luizin tashmë me Kiarën duke bërë turneu nëpër të gjitha vendet shqiptare për të prezantuar filmin. Ashtu siç bën, me thënë për premierën e filmit, jam shumë i bindur që do të jepet në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Zvicër, gjithmonë ku premierat janë lançuar atje ku ka gjithmonë shqiptar. Dhe mbi të gjitha ne presim me shumë dashuri që Luizi dhe Kiara të na falin edhe një herë ato emocione që ne i përjetuam 2 vite më parë me Big Brotherin e tyre, ku ki Big Brother mori dhe epitetin e një dashurie shumë të bukur. Do me thënë një dashuri që ne na dha shumë emocion, na dha shumë pasion, na bëri që të mbërthehemi për ekrani dhe vetëm të shohim këtë çift. Kjo është e reja më e fundit e këtij çifti, pa marrë parasysh që kanë patur të reja edhe të tjera. Kiara punon me një intensitet shumë të lartë në Portokalli edhe pse tashmë janë drejt përfundimit të sezonës së Portokallis. Besoj që u kanë mbetur edhe shumë pak puntata për ta mbyllur dhe këtë edicion tepër të suksesshëm, domethënë 2 edicione është shumë të suksesshme, apo 2 sezona, do t'i them se edicione, më falni, 2 sezona shumë të suksesshme me praninë e Kiarës. Kiara shpreu krejtësisht një talentin e saj në moderim, një vajzë e cila shpirtërisht e kishte këtë ëndër, e kërkonte gjithmonë dhe Zoti i Madh me patjetër kur ne besojmë në qëllimet tona, në dëshirat tona, ato na i bën realitet. Dhe Kiara erdhi në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më të bukur të mundshme, duke ruajtur miksin mes një nënës fantastike me Lunën në shtëpi dhe një nuses tradicionale, duke qenë personazh publik, duke jetuar me vjerën e saj, dhe më pas, do me thënë, një profesioniste në profesionin e saj. Një moderatore e cila në mënyrë edhe humoristike, i çiksi me meme, u bë virale në të gjithë rrjetin social. Ne me shumë dashuri që të përmbyll këtë lajmin, ne me shumë dashuri do të presim filmin e Luizit edhe të Kiarës, shpresoj që do të jetë një diçka glamuroze, ashtu siç ne jemi mësuar ta shohim, dhe mbi të gjitha ju do qëndroni te kanali Monitor TV, se shkoni ku të doni, klikoni, po këtu i gjeni lajmet më të vërteta, kështu që bëni subscribe, mos u lodhni shumë, se më keni çdo ditë, në çdo 2 orë, që nga ora 12 e drekës deri në nesër 12 e drekës, më keni 24/7 në kanalin Monitor TV, duke dhënë lajmet më të fundit. Takohemi me lajmin e radhës.